Ai Romi tjetër i cërven kostit ka dal ka thonë ti drejtoj letër Al-Azharit. Kush është për Al-Azhari? Gjamiatul Azhar. Dëgjoni. Shqipëria ka fitu pavarësinë në vitin 1912. Që pjesa dërmuese e hoxhallarëve me tarbushat turkut, çallmat turqve, kanë thonë në vitin 1912 u ngret flamuri i Batilit, se nuk e dojnë ato shqiptarit. 1912 është ngrejt flamuri i Batilit, është ngrejt flamuri i pavërtetës, është rënu flamuri la ilaha illallah, edhe ne jemi njeni nga popujt të cilët rënimin e ati flamuri i kemi kushtu mes disa mija këngë, edhe i këndojmë edhe i ngojmë ato me vullnat sot në. Flamurin shqiptar, nuk e dojnë bashkimin e trevave shqiptare. I keni ndëgju haptazi, i keni po me sytë e juve. Nuk e dojnë, po lëni rahat shqiptar që e dojnë. Lëni rahat shqiptar që e dojnë. Që janë shkolluar nuk kanë mësu që një